Ja, pse duhet të hani fasule sa më shpesh? Konsumi i përditshëm i fasuleve të zjera ndërlidhet me përqindjen më të ulët të ashtu quajtur kolesterolin e keq. Në efekt të ngjashëm kanë gjithashtu edhe bizelet. Ekspertët kanadez nga Spitali në Toronto në bazë të vëzhgimit të 1037 personave ka llogaritur se konsumi i përditshëm i fasuleve të zjera ose bishtajave të tjera ndërlidhet gjithashtu me 5% më pak kolesterol të keq. Pjesëmarrësit në studim treguan se përfshirja e fasuleve në dietën e tyre pati një rezistencë më të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, shumica e anketuarve ishin të moshës së mesme, derisa bishtajat ishin shumë efektive tek meshkujt për sa i përket zhvillimit të nivelit të kolesterolit, duke kurse bishtajat janë burime shumë të mira të fibrave, proteinave me prejardhje bimore, vitaminave dhe mineraleve të cilat trupi juaj ka të nevojshme për aktivitetet tuaja ditore, citoi studimi.